إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga tekëqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jalla, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikur në fe. Nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhehenamit, Allahu më mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj vetëm dhe juve që t'ja kemi frikën e Allahut Azza wa Jalla me një frikë sinqert dhe mos vdesni ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kemi frikën e Allahut Azza wa Jalla kudo që t'jemi edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po dhe të cilën me njerëz me një edukat të lartë dhe të mirë. Ja pra, ditë e Ramazanit përfunduan, ashtu siç na ka informuar Allah Azza wa Jalla prej fillimit se ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara, e çdo gjë që numërohet shkon shpejt. Mirë po, jemi mbledhur sot në këtë vend për të gëzuar dhe festuar, nga se realisht lodhja, etja, uria kaluan. E shpresojmë që shpërblimit e Allahu Azza wa Jalla të ketë mbetur, e prapë besimtarit duhet të gëzuar ashtu siç ne ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se agjëruesi ka dy gëzime. Një gëzim e ka kur bën iftar, e gëzimin tjetër e ka kur takohet me Allahun Azza wa Jalla. Gëzim i përtrir për çdo mbrëmje kur kim bëj iftar, mirë po gëzim edhe në ditën e Bajramit se si tërsin muajin me lejen e Allahut Azza wa Jalla dhe suksesin e tij arritëm me përfundu, nga se shumë prej njerëzve dhe nuk kanë mujtur me arrit se kanë vdekur për Ramazanit. Ka prej atyre që arritën edhe nuk e çajtën kokën e nuk deshën me dëgju për këtë muaj. Ka prej atyre që arritën këtë muaj dhe nuk kishin shëndet për të agjëruar. E ne, elhamdulillah, Allahu Azza wa Jalla na dha jetë të apresim këtë muaj. Na dha udhëzim që të agjërojmë këtë muaj. Na dha shëndet të agjërojmë këtë muaj dhe faktikisht ishëm prej atyre dhe që i ngjallëm këtë muaj përveç agjërimit edhe me namaze, edhe me lexim të Kuranit, pra të gëzohën në këtë dynja që e quat vend urdhën e Allahut Azza wa Jalla në vend. Mirë po edhe pritni për gëzimet me të cilat Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë informuar se janë të veçanta për agjëruesin. Prej tyre atë hadithin që kemi treguar qysh fillim të Ramazanit, pra dy persona të cilët faktikisht e kishin pranuar Islamin dytë për një herë. Edhe njëri ishte qenë më i devotshëm dhe më vepërmir, edhe kishte vdekur si shahid, përkundrazi ai tjetri nuk ishte qenë si i pari, edhe vdes një vit më vonë. Mirë po kur i ngjallën, thjesht ky që ke vdekur më vonë, i cili nuk ishte shahid, i cili nuk ishte aq shumë i angazhuar si i pari, thirret me hije në xhenet i pari. Edhe çuditën njerëzit se pse ndodh kjo, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, e pse po çuditni? A nuk ka jetuar kjo edhe një vjet?
A nuk e ka xherua edhe një Ramazan më tepër? A nuk ka falë edhe kaq namaze? Nga se realisht dallimi mes tyre është si dallimi mes qiellit dhe tokës. Pra thjesht dinë vëllezër të nderuar se ky është përgëzim shumë i madh për çdo kënd që Allahu azza wa jalla i ka dhënë i ymër edhe jetë që më e pritur në Ramazan, edhe më fal edhe një vit që thjesht me pas dallim mes këtij dhe atij tjetrit si mes qiellit dhe tokës, e si mos jetë kështu, kur na ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin qudsi se çdo vepër shpërblet me 10 sevape deri në 700 përveç agjerimit i cili është i veçantë, domethënë për Allahun azza wa jalla dhe ai shpërblen. Mirë po dhe për ekzem tjetër vëllezër të nderuar është se a ke pa xherusi edhe nga vetja e vet ndonjëherë në vëritetë për erës të keqe të gojës së tij, se lema të tjerë. Mirë po, kjo erë e keqe nesër në ditën e gjykimit do të jetë më e ëmbël dhe më e këndshme te Allahu azza wa jalla se era e parfumit të kësaj dunjaje. As nuk ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se realisht agjerimi dhe Kur'ani kanë ardhur nesër në ditën e gjykimit për të ndërmjetësuar për atë i cili ka agjeruar dhe është privuar nga ushqimi e pirja gjatë ditës, mirë po ai i cili ka lexuar Kur'anin është privuar nga xhumi me namaz dhe me lexim të Kur'anit, e që edhe Kur'ani edhe agjerimi do të ndërmjetësohen te Allahu azza wa jalla për agjeruesin e sakzimi i madh. E sakzimi i madh është kur edhe një derë e veçantë prej 8 dyrëve të xhenetit e ka në Rayyan, e cila është e veçantë vetëm për agjeruesit, e që prej saj të thirrën vetëm agjeruesit, edhe ai i cili hyn prej kësaj dere nuk do të çtohet dhe nuk do të një etje, mirë po pasi që të hyjnë agjeruesit ajo derë do mbyllet dhe nuk do të hyjë askush. Allahu azza wa jalla na bëf prej tyre. Allahu ne falenderojmë që na mundsoi të adhurojmë Allahun azza wa jalla, të agjerojmë edhe të falemi, mirë po për të përfunduar këtë mirësi do të tregoj apo do të jap edhe disa udhëzime të cilat me to e këshilloj vetëm dhe juve. E para atyre vëllezër të nderuar, njeriu çdo vepër të mirë duhet të përfundojë me istighfar, me kërkim falje, nga se kush e shikon Allahun, Kur'anin e Allahut azza wa jalla dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sheh se shumicën e ibadeteve kërkon që ti përfundojmë me istighfar. Si rastin e namazit, mirë po bëjmë, namaz po falim, mirë po kur e përfundojmë me dhajmë selam, thëjmë 3 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kur të kryjmë haxhin e zbresën për Arafatit, Allahu azza wa jalla ka urdhëruar që të bëjmë istighfar e kështu me radhë, që realisht një farforme me e pranuar se edhe pse kemi bërë mirë, edhe pse kemi bërë vepra të mira dhe dhurime, kem mangësi. Edhe gjithë ne dimë ato mangësit që s'kem qef, thjesht më na u prezentun dhe ashtë anesë në ditën e gjykimit ato të këqija. Edhe ato mangësi, ato mëkate që i kem nga se realisht, edhe pse kemi adhuru Allahun azza wa jalla, a thua val, a me këto vepra e meritojmë mu taku edhe e meritojmë shpërbimin e Allahut azza wa jalla, apo këto vepra i përkojnë madhrisë e Allahut azza wa jalla, pra të bëni istighfar. Pas istighfarit kërkoni që Allahu azza wa jalla na ketë pranuar këto vepra të mira. Ibrahimi dhe Ismaili vëllezër të nderuar e ndërtonin Çabën, shtëpinë e parë e cila ishte ndërtuar për të adhuruar Allahun azza wa jalla mbi sipërfaqe të tokës, dhe duke ndërtuar thëshin Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zot, pranona këtë vepër të mirë, se ti je i cili dëgjon dhe sheh çdo gjë. Pra thjesht të kërkojmë prej Allahut azza wa jalla të pranon veprat tona. Pra për shumë prej sahabive, për tyra Abdullah ibn Mesudi thoshte, sikur të kisha ditë kuna Zoti ja ka pranuar e me përgëzu. E kanë Zoti e ka refuzuar që me ngushëllu se innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu azza wa jalla pranon veprat për atyre që janë të devotshëm. Mësandaj keni kujdes vëllezër të nderuar që njeriu mos të ndjen vetë kënaqësi dhe vetë pëlqim, se unë agjerova atje nuk agjeruan, unë fala atje nuk e u falen, unë erdha në xhami atje nuk erdha në xhami, nga se realisht këtë e ke pas obligim dhe ki kujdes që të mendosh se me veprën tënde meriton diçka te Allahu azza wa jalla, apo se jetë diçka më i veçantë se të tjerë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar, keni kujdes 3 veprave që shkatrojnë njeriu. E para atyre është lakmia
e cila pasohet me kooperaci. Pasimi dhe ndjekja e epsheve dhe vetë pëlqimi se cilët njëri me mendjen, idenë dhe veten e tij. Pra thjesht dine që Allahu Azza wa Jall na ka mundsu që të adhurojmë. Allahu Azza wa Jall na ka mundsu të agjerojmë. Allahu Azza wa Jall na ka mundsu të falemi edhe prat falenderoni Allahun Azza wa Jall. E pe falënderimit Allahut Azza wa Jall është që njeriu më përmbaj kësaj begatie. Pasi që Allahu Azza wa Jall ka nderuar, lirohet prej robrisë së egos dhe epshet, mos pranon edhe herë më bas sklav i epshet dhe egos të tij. Mos t'u kthehet avazit të kaluar. Mirë po thjesht, qofse Allahu Azza wa Jall ka nderuar me namaz, le të vazhdon me namaz. Qofse Zoti e ka nderuar ti frekuenton xhamiat, le ti frekuenton xhamiat dhe mos ti braktis ato. Qofse Allahu Azza wa Jall ka nderuar me lexu Kur'an, edhe thjesht me medituar dhe lexuar atë. Mos u bë prej atyre që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ankuar prej atyre dhe që të braktisin Kur'anin. Qofse Allahu Azza wa Jall ka begatuar me fal namazin e natës, me fal taravih, edhe pse ka kaluar Ramazani, mos e le pa i fal 2 rekate spako. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Abdullah ibn Amr ibn Asit: "O Abdullah, mos u bë si filoni që u fal kenatën e masana jela." Nga se krenaria dhe nderi besimtarit është namazi natës, mirë po edhe ti cili je mësue, më ndihmu të varfër dhe në ujlive. Thjesht dije që Allahu Azza wa Jall begaton ty edhe tash edhe është Ramazanit, edhe ata kanë nevojë tash edhe pas Ramazanit. Thjesht mos e nal dorën, thjesht bëhu bujar, ashtu siç ka bëu Allahu Azza wa Jall mirë ndaj teje, edhe ti bën mirë tjerëve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, vetëm ma 2-3 fjalë. E para, edhe në qoftë se Ramazani ka përfunduar, adhurimi s'ka përfunduar. Edhe në qoftë se thjesht nuk jemi në Ramazan, mirësitë e Allahut Azza wa Jall vazhdojnë, adhurimet ndaj Allahut Azza wa Jall vazhdojnë. Pas Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka preferuar që t'i agjerojmë edhe 6 ditë të muajit Shawal. Edhe ka thënë se ai cili agjeron Ramazanin dhe pason me 6 ditë të muajit Shawal, është si me agjeruar tër vitin. Mësandej çështja tjetër është se sot është ditë e Xumë. Edhe ka përku me ditën e Bajramit, edhe në kanë bashkuar 2 festa. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se ai cili e fal Bajramin nuk e ka më farz me fal Xhumën. Mirë po mjaftohet me fal drekën nëse don. Me prezantu në xhami është më mirë, nga se realisht dhe për xhamia falet Xumaja. Mirë po nëse ke prezantuar Bajramin, nuk e ke farz Xhumën me fal, mirë po mjaftohesh vetëm me drekë. Mirë po ai cili se ka fal Bajramin e ka obligim patjetër, domethënë me prezantua në Xumë. Çështja tjetër vëllezër të nderuar, kjo është festa rritet kur ajo shpërndahet, gëzim rritet kur shpërndahet. Thjesht gëzohuni me familjet e juaja, gëzohuni me fëmijët e juaj, gëzohuni duke vizituar të afërmit e juaj, gëzohuni duke i ripërthyer lidhjet e juaja me shokët e juaj. A thjesht çdo ngatresë, çdo hatërmbetje që keni pas, është koha që domethënë me i ripërthyer lidhjet, me shtu kërkëzim dhe thjesht me falendëruar Allahun Azza wa Jall për këto mirësi që na i ka dhënë. Mirë po në çështje dine se Allahu Azza wa Jall dhe festën nuk guxon besimtari me bë duke bërë shkelje, duke bërë harame, nga se thash kemi adhuruar Allahun Azza wa Jall të bindem me urdhrat e tij. E nuk e çelemi Bajramin duke i shaktuar idhrimin e tina. Edhe një herë lutem Allahun Azza wa Jall që të kenë të pranuar veprat tona të mira, në këtë pranuar agjerimin ton, namazin ton, duat tona dhe çdo vepër të mirë që kemi bërë. Lutem Allahun Azza wa Jall
që të na i falë neve mëkatet tona, të falë prindrit tanë, të falë këtë musliman në përgjithësi, ja uroj të gjithëve këtë fest, e lusim Allahun azza që të na jap mundësi të presim në Ramazana e bajrame të tjerë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. E për hajrin e kohës gjithëve kjo festë e Bajramit.